Dashur miq, ja ku takohemi si zakonisht si çdo javë dhe sot së bashku këtu te emisioni Këndi i diskutimit. Sot do të flasim për temën të cilën e filluam ta trajtojmë në aspektin sociologjik javën e kaluar dhe sot do të ndalemi të trajtojmë mosdurimin shoqëror në aspektin psikologjik. E me ne në studio është psikologu Petrit Thaçi. Nderuar kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Faleminderit shumë, kënaqësia ime. Kanë qenë kohëve të fundit disa prej rasteve të cilat kanë ringjallë trajtimin e këtyre temave, sepse nuk kanë qenë të vetmet dhe të fundit në shoqërinë tonë, rastet e dhunës, keqpërdorimeve, vrasjeve, vetvrasjeve, kështu me radhë. Do doja të ndalim me ju tek konteksti psikologjik i këtyre ngjarjeve, edhe na thoni cilat janë ato shkaqet e psikologjike pra të mosdurimit që ndodhen tek individët, që përpasoj pastaj kanë dhunën. Po, është e vërtetë që realisht shoqëria jonë kohëve të fundit po ballafaqohet me disa kriza në kuptimin e sjelljes individuale, por edhe të grupeve të caktuara në nivel të kolektivitetit, dhe padyshim që këto kriza në përputhje me numrin e banorëve dhe në përputhje me një shoqëri të vogël mund të jenë problematike dhe mund të jenë shqetësuese për shumicën prej neve, pra edhe për qytetarët lajk edhe për profesionistët që njohin realisht çështjet e tilla. Atëherë ne them shpesh pra se instinkti i agresionit në farë forme ose impulsi agresivitetit është një pjesë e pandashme e botës njerëzore, kështu në parem në farë forme, por ajo është një instinkt që është planifikuar të veproj për mbijetesën e personit, qoftë në aspektin e integritetit të tij fizik, qoftë në aspektin e tij të personalitetit në farë forme, dhe kish me qenë e logjikshme dhe racionale nëse ajo hyn në përdorim vetëm në situata shumë problematike që e cënojnë, e kanosin dhe friksojnë personin në këtë falloj ekzistencë të tij fizike, të personalitetit dhe në ekzistencën e tij sociale. Në rastet e fundit të dhunës që kanë ndodhur në shoqërinë tonë, a flasin për një mosdurim shoqëror? Patjetër, prandaj do ndesha të them që rastet e tilla pra nuk flasin për instiktet e vetë mbrojtjes në formë dhe ekzistencës, por flasin për akumulim të ndjenjave të caktuara që shtyjnë në veprime të tilla që mund të jenë ndjenjat e frustrimit, ndjenjat e pakënaqësisë, ndjenjat e pafuqisë, po ndjenjat nga edhe të pa drejtësisë në farë forme ose të mosmirënjohjes. Nëse ne për një kohë gjatë përballemi ose perceptojmë, sepse kjo çështje është edhe perceptive, perceptojmë që gjërat janë të shku në formë të padrejtë, po na kanosin neve padrejtësisht, po na bajnë me undi të pafuqishëm përballë disa çështjeve, ne në një moment të caktuar mund të humbasim aftësitë racionale me kontrollu dhe me menaxhu emocionalitetin tonë dhe sjelljen tonë dhe mund të bëjmë çështje ose sjellje afektive që përfundojnë pastaj në akte kriminale dhe në akte të tjera të dhunës. Dhe kjo çka flet pastaj për gjithë shoqërinë, çfarë mesazhi përcjell në shoqëri edhe në psikologjinë e individit? Gjithmonë aktet problematike janë një farloj modeli jo i mirë në farë forme, një model problematik, pra që kur vëzhgojmë, sidomos sa ma shpesh që ndodhin këto, krijohen koncepte problematike në shoqëri, që gjërat e tilla mund të jenë lehtë të ekzekutueshme, që shoqëria është e pasigurt, që jeta dhe vdekja janë një fije e hollë dhe kalojmë përmes një spontaniteti të një teke individuale të kujt do, për çfarë do të qoftë për një problematikë komunikacion, qoftë për një fjalë goje në diçka, qoftë për një replikë në vendin e punës, qoftë për çka do. Dhe natyrisht që kjo e cënon dhe rrënon jetesën me një ndjenjë sigurie. Dhe prodhon pastaj atë panik gjithë shoqërore? Padyshim që po, pra. Ndër nevojat bazike për një jetë të shëndetshme, për një mirëqenie është nevoja për siguritë e njeriu. Pra nëse ne nuk jemi tu ndjetë sigurt, ne nuk mund të gjenerojmë aktivitete tjera që janë të mirëfillta për ngritjen dhe zhvillimin tonë, ose për luajtjen e rolit sa më të mirëfillt në shoqëri. Prandaj ndjenja e pasigurisë neve na frustron, na mbush me ankth, na mbush me paranoja, na mbush me dëshpërim dhe frenon ose zbraz shumë prej energjisë tonë të mirëfillt dhe të shëndetshme jetësore. Dhe prandaj po është problematike edhe në kontekstin e sjelljes tonë si qytetar, edhe në kontekstin e zhvillimit tonë psikologjik në farë forme, po edhe në kontekstin e zhvillimit të mundshëm të problematikave me natyrë të diagnozave psikologjike në të ardhmen në farë forme. Dhe rrjedhimisht pra po kalojmë tek
tek çështjet e tjera nga kjo renditje që bëhet, përmendet edhe çështjen e atyre themi presioneve të shumta që mund të ketë individi në shoqëri. Pastaj si rrjedh vjen edhe stresi i përditshëm me cilin përballet njeriu. Mund të jetë ky një prej shkaktarëve që pastaj vjen deri tek humbja e durimit? Padyshim që po, domethënë shkaqet për humbjen e durimit janë të shumta, ndërto ne kanë sidomos në aspektin psikoterapeutik i emërtojmë si mikrotraumat, sepse zakonisht gjurmuesit shkencorë ose profesionistët apo masa e gjerë tanë me u ndalë shumë të makrotraumat, por të zhvillimet e mëdha problematike, të ngjarjet e mëdha. Por jo gjithmonë vetëm ngjarjet e mëdha krijojnë problematika në zhvillimin tonë dhe në sjelljen tonë shoqërore qytetare. Pra nganjëherë këto pikzat e vogla, kur ka thënë populli, pra pika mbushet pusi, pra këto mikrotraumat, këto stresat e përditshme, pra ato gropat që kur nuk mbyllen, ato kolonat që nuk zgjidhen kurrë, ato bllokadat e rrugëve, ato lajmet problematike për zhvillimet politike, për zhvillimet ekonomike, sfidat e përditshme për ekonominë, për rrymën, për gjithçka, pra nuk them që patjetër këto janë një shkak direkt, sepse na nuk do të me keq kuptuar, ka shoqëri që kalojnë vuajtje të tilla e më të mëdha në farforme, po s'do të thotë që patjetër zbrazin atë energji dhe e derdhin atë energji në mënyrë kriminale dhe në mënyrë të dhënshme, por a është një segment që mund të luajë një faktor të rëndësishëm në këtë akumulim të masës, që në një moment të caktuar të jemi më të ndihshëm për të shpërthyer, padyshim që po, por stresi, frustrimet, por kur flasim për frustrimet është nevoja tona dhe dëshirat tona, po gjithmonë të hasura në pengesa të fuqishme. Dhe kur ne e dimë që ato pengesa të fuqishme nuk janë komplet në kompetencat tona me i zgjidh, ato lind ndjenja frustrimit. Ndjenja frustrimit pastaj kalon ato limitet e një mendje racionale. Pse? Pra sepse tendenca e mendjes racionale është gjithmonë të funksionojë në harmoni me nevojat personale. Pra disa nevoja që janë jetike, duke logjiku dhe duke pretendu me i zgjidh në një formë të shëndetshme, po nganjëherë realiteti i jashtëm nuk na mundson me i zgjidh në një formë të shëndetshme, edhe ne zbrazim atë mbledh, zbrazim atë falloj akumulimi energjie ose të ndjenjave në një formë spontane që edhe mund të jemi të lënduar, të penduar, të zhgënjur më vonë shumë realisht, pra sepse ai është afekt, është moment një farforme që bëjmë një dhunë, që bëjmë një shantazh, që bëjmë një kërcënim, që bëjmë një krem një farforme, kjo nuk do të thotë që vazhdon tutje, por ne edhe mësohemi pastaj. Nëse shumë shpesh tentojna me zgjidh në këtë formë spontane problematikat e stresit dhe të frustrimit dhe pastaj nuk marrim qoftë një ndëshkim për atë pjesë, qoftë nuk marrim një reflektim dhe një ndihmë profesionale, sociale, për me akumulu ose me rehabilitu atë falloj bagazhi ose atë falloj burimit të frustrimit tonë, ne atëherë bëjmë si rrugë të lehtë të zgjidhjes. Dhe ajo krijohet në falloj spontaniteti. Pra gjithmonë është formë e gabuar në këtë rast. Padyshim që po, po krijohet një lidhje spontane. Dhe sa më shpesh ne pra që e bëjmë këtë lidhjen spontane, që pastaj nuk ka reflektim mbi të, nuk ka ndihmë mbi të, nuk ka racionalitet mbi të, apo nuk ka një falloj ndëshkimi social, juridik, vetë ndërgjegjësor mbi këtë. Pra nëse nuk ka një gjë të tillë, atëherë ne e krijojmë shumë më të lehtë këtë falloj veprimin ad hoc spontan në çështje që lidhen me frustrimet edhe presionet tona. Po, dhe këto sjellje të padurueshme që shohim te individ të caktuar në shoqëri, a mund të jenë pasojë edhe të përjetimit të traumave të mëhershme? Është shumë e rëndësishme që zhvillimi i personalitetit shumë bazohet në bazamente të rëndësishme gjatë zhvillimit të fëmijës së hershme dhe rinisë së hershme, dhe patjetër ngjarjet që ne kemi përjetu kanë kriju dhunshëm ose pa dashjen tonë disa koncepte pra mentale, disa skema të menduarit se çish po funksionojnë ka një pjesë e realitetit në farforme. Pra nëse jemi ballafaqu me akte të dhunës të nënçmimit të bullizmit, ne kemi ardhur në një përfundim logjik gradual që vetëm forca zgjidh padrejtësinë. Pra vetëm hakmarrja barazon dhe ekuilibron këtë çka po mbohet më, pra në syrin e individit në farforme. Prandaj po, problematikat e tilla rrënojnë konceptet e shëndetshme të barazisë, humanizmit, empatisë, dëmshurisë, së sjelljes së devotshme qytetare, së sjelljes së ndërgjegjshme në raport me veten, në raport me disa vlera, qoftë etike, qoftë tradicionale, qoftë fetare, e kupton, dhe e shthur njeriu në atë falloj integritetin e tij në mes të
epsheve, instikteve problematike, e realitetit, egos dhe të ndërgjegjës një farforme. Por këto konstrukte pastaj shembën, turbullohen një farforme, edhe nuk kanë fuqi me lujtë rolin e tyre vendimtar në momente kritike edhe të ndihshme. Dhe në anën tjetër, si rrjedhoj e kësaj, pastaj vjen ajo mungesa e aftësisë për të menaxhuar emocionet dhe pastaj prodhon sjellje të ashpra? Padyshim që po. Ndodh kjo me secilin individ që ka përjetuar trauma, sikurse që është edhe shoqëria jonë? Jo me patjetër. Një shoqëri e dal nga lufta, pastaj një shoqëri e cila çdo ditë përballet me fazën e tranzicionit. Patjetër po. Por jo patjetër, sepse çështja e zhvillimit edhe mënyrës që reagojnë është individuale. Domethënë që përfshin brenda saj faktor të ndryshëm, përfshin faktor gjenetik, faktor hormonal, faktor të temperamentit një farforme. Sepse disa individ janë të gatshëm të shpërthejnë me njëherë në faza nervoziteti. Janë pakës më të predispozuar. Por sistemi tyre nervor ka një fallë bazamenti biologjik që është bartur si trashëgimi, e kupton? Pra një pjesë e tij, një përqindje e tij, pra që mund t'i ketë predispozitat më të larta për shkak që disa zona trurore që janë përgjegjëse për impulset momentale, për reagimet momentale, ose për mënyrën qysh i procesojnë emocionet, mund të jenë më të zhvilluara ose më pak të zhvilluara dhe disa fusha tjera të trurit që janë përgjegjëse për me menaxhu të menduarit kritik, vendimarrjen, kontrollin e sjelljes, kalkulimet e sakta të një veprimi dhe shkakun e pasojnë pastaj pas tyre, pra varësisht prej atij bazamenti biologjik dhe pastaj varësisht edhe prej faktorëve tjerë emocional dhe mental që janë zhvillu prej përvojave, krijohet një fallë kombinacioni pastaj dhe krijohet një fallë koeficienti i mundshëm për të reaguar ose për të ekuilibruar sjelljen e tij. Pra e shef, janë multifaktorë në farforme. Por jo gjithë secili qytetar i një shoqërie, i një popullate që ka kalu luftën, gjithë secili s'ka me qenë i dhunshëm. Dhe jo gjithë secili qytetar që ballafaqohet për shembull me varfrinë është në të njëjtën mënyrë zgjedh çështjet në farforme. Ose jo gjithë secili që ballafaqohet me problematika të tjera ligjore, por zgjidh në të njëjtën mënyrë. Pra është shumë individuale, por normal, ky individualitet lidhet dhe interferohet, influencohet përmes këtyre degëzimeve sociale, padyshim që po. Dhe sigurisht që jeta ka peripeti, ka sfida dhe e tillë ka kuptimin e duhur. Ndërsa durimi në këtë rast është faktor kyç për të përballur realisht me situatat, apo jo? Padyshim që po, por pra e shef durimi është shumë lehtë me theksu dhe me thonë si term, po është një çështje ose një dinamik shumë komplekse, pra që krejt ta faktorë që i përmendën deri këtu i interferon. Dhe ne është mirë me kuptu çfarë realisht, çfarë në esencë është durimi. Po çfarë në esencë, si krijon këto aftësi, si zhvillojnë këto aftësi, si mund të zhvillojnë që në familjen e hershme, çysh mund jam zhvilluar këto, çysh në familjen tonë, çysh mund jam zhvilluar, çysh në rrethin tonë dhe në shkollën tonë, pra. Tu nis prej gjanave shumë bazike, pra. Aftësia me ndëgju në ashtë tjetërin kër flet, edhe ti mës me reagu me njerë pa e kry. Për kultivin durimi. Padyshim që po. Nga njerë dhe aftësia mës me pi dhe mës me hangër me njerë kur ty të vjen. Ja për shkakun kur flasim për këtë pjesën e agjerimit, a mund të ketë ajo një fallaj efektit të tillë që mund zhvilloj durimin, për shembull, vetëm si shembull, po, sepse ne kemi gjëm përpara, nuk na ndalon kërkosh hiç në aspektin fizik me kapa ta, po ne kemi kriju një fallaj ideali. Kemi kriju një fallaj ambicie dhe themi jo, po mpijet, po nuk do e pi, sepse kam një ideal dhe kam një qëllim. Po m'hat, po nuk e ha, sepse kam një ideal dhe një qëllim. Prandaj, ne do t'ju ushtrojmë këtë çështje. Po do t'ju ushtrojmë t'u kuptu për çka po e bajna, çka po ndjenja, në funksion të çka fet shkon veprimi ose mes veprimi jon. Prandaj, këto gjëra mendoj që do të mund zhvillu në familjet tona, në shkollat tona, por unë konsideroj akoma që mund të jemi jo njës të mirë në aspekt të gjerë kolektiv të disa çështjeve, edhe ma shumë trumbetojmë vetëm në shpërthime kaotike momentale, se sa që tentojna me hy, me raj, me implementu një urtësi të tillë në farforme, ose një falloj sjellje të kontrolluar. Po pra, secila vlerë ka urtësi në këtë rast edhe durimi. Padyshim që po. Që ndoshta është jetik për secilin individ. Në anën tjetër, po flasim gjithmonë për mungesë të këtij virtyti, pra për mungesë të durimit. Rrjedhimisht prodhon pastaj edhe mungesën e tolerancës, dhe pastaj lindin edhe ato ndarjet sociale në shoqëri?
Padyshim që po. Pra, mungesa durimit, pra po përfshin këto procese kognitive dhe emocionale, të cilat po tregojnë se ne kalojmë në veprime me një shpejtësi reaktive, një farforme, pa lënë me u analizu shkaqet, pa lënë me u analizu detajet, dhe ne kur nuk analizojmë shkaqet dhe nuk analizojmë detajet, pra nuk lëmë kohë për procese të mirëfilltamentale dhe emocionale. Por polarizime, mendimet, ndarjet. Nuk lëmë kohë për të kuptuar edhe mendimin e tjetrit, për të bërë pyetje çfarë mund të jetë nevoja tjetër, çfarë mund të jetë dhimbja tjetër, çfarë mund të jetë frustrimi tjetër në farë. Edhe për këtë duhet kujdesemi, edhe për tjetrin në shoqëri? Po tani ne jemi qenje sociale. Edhe unë them ka njerë, pra çdo gjë në univers funksionon në harmoni të plot me gjërat e tjera. Nëse secila gjë kesh me funksionu në formë individuale, siç pretendojmë ka njerë ne në këto filloj pretendimet bashkohore edhe të mendjes së civilizuar apo demokratike, nëse gjërat kesh me funksionu krejt në mënyrë individuale, kesh me u bë një filloj kaotike e madhe, por ishin përplas gjërat qiellore mes njëra tjetrës dhe ish bë kaos i madh, s'kish me pas jetë. Prandaj ne veç këtë shembull do të marrë, me meditu me këtë shembull dhe me pa edhe veten. Që po, siç janë trupat qiellor që funksionojnë në harmoni të plot me njëra tjetrën, sipas rregullsive të përgjithshme, edhe ne do të funksionojmë në harmoni. Po për me funksionojmë në harmoni, ne me që jemi qenja e vetëdijshme, pra jemi qenja vetëm e vetëdijshme në planet, në kuptimin e vetëdijes së lartë, ne do të vazhdojmë të kuptojmë që përveç vetes tonë ka edhe njerëz të tjerë. Dhe përveç nevojave tona ka edhe njerëz të tjerë me nevojat e tyre, dhe përveç mendimeve tona kanë edhe ata mendimet e tyre, kanë edhe ata emocionet e tyre. Prandaj me u ndalë dhe me i kuptu ata, me i ndëgju ata, me tentu me analizu çfarë dojnë të thonë ata dhe çfarë ka nevojë ata. Dhe kështu krijohet një falloj empatie, kështu krijohet një falloj durimi, kështu krijohet një falloj koherence grupore, edhe jemi larg polariteteve, ose jo pse s'do të ketë grupe. Jo pse s'do të ketë nuk I mohojmë këto. Jo pse s'do të ketë ndarje, po esenca është ne me tentu me kuptu që është në rregull të ketë grupacione për qëllime të ndryshme, për vizione të ndryshme, një falloj diversiteti, po që diversiteti duhet të kuptohet si fakt I të qenit ndryshe në atë individualitetin tonë, dhe jo si fakt I të qenit të këqij dhe armiqësor me njëri tjetrin. Por diversiteti nuk është armiqësi. Prandaj mungesa e durimit, diversitetin e shndron në armiqësi dhe tenton pastaj me kontrollu dhe me zotëru, edhe kur nuk arrin me kontrollu me zotëru, atëherë shfaq sjellje problematike të dhunës dhe të krimit. Dhe njeriu, individi cili ka mungesë durimi, e çon kjo rrjedhimisht te individualiteti dhe pastaj në atë izolimin ndaj shoqërisë? Padyshim që po. Dhe kush është më I rrezikuar në këtë rast? I izoluari apo shoqëria nga ai? Mendoj që është një falloj relacioni reciprok, domethënë, në farë, po nëse ndajmë tash në synin e individit, në kontekstin afatmesëm ose në kontekstin afatgjallë, gjithmonë individi do jetë I rrezikuari, sepse shoqëria një ditë paqare do përdor disa mekanizma mbrojtës, do përdor disa kufej, pra çata kufej të ekzistencës personale ose kolektive. Dhe çata kufej të ekzistencës personale ose kolektive kanë me tentu me mbajt larg ose me përjashtu çdo rrezik që vjen nga jashtë ose çdo rrezik që bëra nga brenda. Dhe prandaj po, personat agresiv dhe të dhënshëm dhe të padurueshëm në farforme mund ta gjejnë veten në një kohë ose tjetër duke mos pas speq, duke mos pas adresa ku mund të drejtohen, ku mund të besojnë dhe si rrjedhoj po të jenë gjithnjë më tepër të izoluar nga ky aspekti social. Kjo e rëndon gjendjen mendore të individit? Padyshim që po. Padyshim që po, sepse tek e fundit edhe mungesa e mosdorimit dhe shfaqja e problematikave të dhunës dhe agresionit është një tendencë me kontrollu dhe me pozicionu veten tonë në një pozitë më të favorshme sociale. Dhe në këtë rast kemi dy lloje të dhunës që ndodhin. Individi ose lëndon dikë tjetër ose lëndon veten. Si vjen deri te ky kategorizim ose deri te kjo zgjedhje e individit I cili është izoluar nga shoqëria? Pra shef, këto janë dinamika që jo gjithmonë janë nën kontrollin tonë të përhershëm të vetëdijshëm, por janë dinamika spontane, po që pastaj kanë atë falloj rrjedhojnë nëse algoritmin e shkak pasojës, që jo gjithmonë njeriu mund ta ndjek atë hallg zinxhirore, pra atë zinxhir hallkash në farë forme, ta di se deri ku mund vinë sjelljet shkak pasojë pas një
reagimit të dhënshëm ose një reagimit spontan. Dhe po, vetëm ai do gjej që po ka dëmtuar dikë, po në fund ka dëmtuar edhe veten, dhe duke dëmtuar dikë patjetër që ka dëmtuar ata edhe emocionalisht dhe psikologjikisht, ka dëmtuar edhe konceptin e masës emocionalisht dhe psikologjikisht, dhe pastaj do gjej po që ka dëmtuar edhe veten, qoftë nga brenda, në kuptimin që mund të reflektojmë me një ndjenjë fajësie edhe ndërgjegjësimi realisht, apo të ndihemi të penduar, të lënduar, të zhgënjur me veten tonë, qoftë sepse shohim që realiteti pra na ka izolu edhe na ka mbyll shumë alternativa dhe shumë dyrë të funksionimit normal dhe të kënaqshëm në jetën sociale të përbashkët. Qysh herët e përmendët çështjen e stresit dhe të sfidave të jetës që ka individi, por ky stres, në anën tjetër edhe zemrimi, problemet me të cilat përballet, ndikojnë detyrimisht në quarjen të mosdurimi, apo këto mund të menaxhohen dhe mund të tejkalohen, apo thënë ndryshe në thonjza mund të shërohen? Stresi është pjesë e pandashme e jetës njerëzore dhe është krejt se si na kena me perceptu situatën stresuese, qysh kena me kriju marrëdhënien e streseve me veten tonë dhe çfarë shpjegimi kena mi dhënë burimeve të stresit në farforme. Se po, patjetër, nga vetë fakti që jeta ka kërkesa të ndryshme, njerëz të ndryshëm, pengesa të ndryshme, ne kena me kanë të frustrum dhe të stresum, po esenca është nëse na kena me arrit me kuptu që këto janë litësi të natyrshme të funksionimit social. To kanë për të ndodhur gjithmonë. Po, normal që kanë për të ndodhur gjithmonë, dhe jo me patjetër me interpretu si tendenca të gjës së jashtme drejtuar kundër neve, drejtuar me qëllim ka na, drejtuar kryekput nga ne një farforme. Pra, nëse na këta faktor, kena mi pa që janë faktor të reguluar enkas për të na pengu neve, për na dëmtu neve, pra e shef, ne kemi gropat, por ne do ta kuptojmë që ato gropat janë tonat. E kupton? Pra edhe jam shoqëria, edhe ti je shoqëria, edhe unë jam një pjesë institucionale. Pra na do të kuptu, edhe unë jam një pjesë institucionale, edhe tatimet e mia, edhe pagesat e mia, edhe kontributi jam pjesë, pra. Po edhe vetdia jam kolektive si pjesë e këtij grupi të madh është pjesë përbërëse. Pra ne jemi gropat dhe gropat janë ne. Po nëse na e marrëm vetëm si pjesë armiqësore, çfarë gropat? Çka ka bërë kryetari i komunës? O zoti e vrasë, a pse ç'është po bën? A pse ç'është po bën? E kupton? Dhe e marrëm vetëm si fajsi, frustrimin ne e rrisim dhe në një moment caktuar, pra e mora vetëm si shembull këtë pjesë. Po në një moment caktuar akumulohet, ne jemi hyrë në çat korridorin e ngushtë të interpretimit që sa keq është për neve, pa reflektu ma gjanë që ka dalë 20 sekundë se ne do të zhvillomi bashkaresht, të zgjidhim çështjet bashkaresht, të durojmë bashkaresht, të sakrifikojmë bashkaresht. Të gjithë po e përjetojnë njëjtën gjë. Të gjithë po e përjetojnë njëjtën gjë, të gjithë po kalojnë për atë fallaj sfide dhe atë fallaj frustrimi, pastaj ne po kishim me u shpërndan që të fallaj sjelljet problematike dhe të shturura në farforme. Dhe përveç asaj pasoje në nivel kolektiv të personave cilët humbin durimin, sa rrezikojnë të kalojnë në fazën e depresionit këta individ? Normal që pra frustrimet e pazgjidhura, humbja e durimit për një kohë gjatë, domethënë pa aftësia emocionale me menaxhu çdo reagime tona, qoftë emocionale, qoftë mentale, normal që ka me sjell shumë konflikte të brendshme, konceptuale dhe emocionale, dhe që ato konflikte të brendshme normal që në një moment kanë me shkaktu zhgënjim, në një moment tjetër kanë me shkaktu fajsi, në një moment tjetër kanë me shkaktu frikë, në një moment tjetër kanë me shkaktu paqartësi dhe mbyllje ose mjegullim të vizionit çfarë tutje, dhe gjitha këto së bashku lëvizin pastaj në trajektoren qoftë dëshpërim, pra depresion, qoftë ankth, pra frikë dhe paqartësi, qoftë mënyra të tjera ose dalje të tjera diagnostike të aspektit mental që shkojnë duke u çrregullu në farforme, ose duke u zgjeru, ose duke u generalizu në aspektin e mungesa e durimit në këto situata përballë sfidave sjell këto pasoje. Sigurisht do të prekim edhe disa çështje të tjera në kuadër të kësaj teme, por tani dashur miq, ne shkputemi vetëm për pak çast, rikthehemi pas pak.
Dashur miq, jemi rikthyer për të vazhduar tutje me emisionin Këndi i Diskutimit. Po flasim me Petrit Thaqin, psikolog, lidhur me problemin e mosdurimit në shoqëri. Dhe zotri Thaqi, tani kemi dalur tek një çështje që është gjithashtu konsideroj shumë e rëndësishme, te ndihma për persona të cilët po kalojnë kriza, po kalojnë sfidat e mosdurimit në një periudhë të jetës. Si mund t'i ndihmojmë, sepse e thatë më herët që është situatë komplekse për personin i cili kalon në këtë fazë. Patjetër, tash kur po flasim për shoqërinë, padyshim që ne do të jemi të vetëdijshëm rreth konceptit shoqëri dhe rreth rolit të individit në shoqëri, pra dhe vetëdia e plotë e secilit prej neve që ne jemi ajo shoqëria, pra jo duke tentuar me pa shoqërinë si diçka jashtë neve, dhe të tjerët janë shoqëria, pa unë nuk jam, unë jam individi, jo, gjithë secili prej neve jemi shoqëria. Dhe gjithë secili prej neve krijojna së bashku atë konstruktin social, po edhe atë pajtueshmërinë e përgjithshme çysh dojna na me rregullu qit konstruktin social. Faza e pranimit. Patjetër, pra, çysh dojna me rregullu qit filloj konstruktin social. Dhe kur po them çysh dojna me rregullu qit konstruktin social, pra ne do të mendojmë që brenda këtij rregullit të konstruktit social të ketë vend për secilin. Po të ketë vend për secilin. Dhe të parashikohet dhe të paramendohet se çka nëse gjithë secili në atë vendin e vet që ne kemi paramenduar të jetë, lëviz, lëkundet, ndryshon pozicion, ndryshon trajt dhe çysh kanë me qenë mekanizmat rregullues. Dhe unë kur flas tash për me e kthy në kontekst temën, pra kur flasim për mungesën e durimit ose çështje tjera deviante në një forme, po duhet të nisim nga familja. Duke vazhduar edhe te institucionet e edukimit, pra sidomos shkolla, duke pas një qasje edhe një monitorim edhe nga qendrat për punë dhe mirëqenie sociale, sepse këto janë shumë të rëndësishme që ne kemi ndikimin dhe influencën e tyre në shoqëri shumë të mangët, qoftë për shkak të mungesës së buxhetit, qoftë për shkak që akoma nuk kemi rritë deri në atë pikë sa prioritet me i caktu këto tema, për shkak që kemi disa tema më madhore. Në fillim familjen e përmendet. Pse ka rëndësi familja? Po patjetër sepse ajo është qelula një farforme, pra qeliza, si qeliza që është njësi themelore, funksionale, strukturale për organizmin, qashtu është familja për shoqërinë. Pa aty fillon gjithçka. Por na duhet me kuptuar. Dhe nëse aty mungon përkrahja? Po normal që aty, nëse aty mungon përkrahja, nëse aty është dhuna, nëse aty mungon modeli i mirëfillt, i një prindi të durueshëm, paqësor, të kuptueshëm, të dhëmshëm, empatik, normal që fëmia edhe do marr modelin, sepse ne ka do mësojmë këtë botë se si do sillemi. Ne vim tabula rasa, psikologët e thonë, pra vim një letër e bardhë sa i përket informacioneve të vetëdijshme. Dhe çfarë do marrim dhe çfarë do bëjmë, pra çka do shohim do marrim në një farë. Pra edhe si model që u sjell kështu dhe po do vka kështu, por edhe si emocione se dikush ndaj neve është sjellë në një formë që ka shkaktuar emocione problematike. Pra nëse dikush ndaj neve ka shkaktuar dhunë, padrejtësi, mllef në farë, ato emocione kanë tentu me zhvillu disa aftësi tonat për mos me nejtë qatë filloj gjendje emocionale. Dhe na atë mungesën e kapacitetit si fëmijë për me dialogu, për me logjiku dhe për me zgjidh problematikat e tilla familjare në kontekst të pjekur dhe madhor, ne bëjmë sjellje impulsive, ne bëjmë sjellje reaguese, ne çajmë, ne bërtasim, ne shkulim flokët, ne thejmë një derë, ne thejmë një orë, pa aq është kapaciteti jon. Ma çato kapacitete vogla pastaj rriten dhe zgjerohen. Dhe ashërohen këto. Po tani esenca të njëjta mekanizmave, pra përmes empatisë në anën tjetër, përmes dashurisë. Normal që po, por është shumë më e lehtë me i shkaktu problemet sesa me i çrrënjos problemet. E kupton? Pra ato kur shifen shkaktohen lehtësisht, sepse modelohen lehtësisht, sepse është informacioni i parë i bërë, po kur shkaktohen brenda ato përfshin pastaj zinxhir të tërë të proceseve mentale dhe emocionale, nuk është çaq e thjeshtë pastaj, sikur një pull fike edhe ndeze. Por patjetër që trajtohen tani, as dua të quaj si smundje, as dua të quaj si procese shëruese, po esenca është me i trajtu dhe me i vedisu. Por ne kur flasim për familjen do të kuptojmë ta shoqëria, që në familje a mund të ketë që prindrit nuk janë bashkë mjaftueshëm balancuar emocionalisht. Ata nuk janë mjaftueshëm të vetëdijshëm për rolin e tyre. Ata mund të kenë trauma të tyre sepse edhe ata kanë qenë fëmijë dikur. Prandaj kur flasim për familjen, na nuk guxojna me e nda rolin e saj ose me e cilësu si fajsi në kuptimin
familja, mure të mbyllura, të qelikta, që nuk ka qasje shoqëria. Jo, shoqëria do të ketë qasje. Si do të ketë qasje? Qoftë përmes shkollave që identifikojnë problemet përmes fëmijëve të tyre, qoftë përmes qendrave për punë dhe mirëqenie sociale që identifikojnë problematikat emocionale, problematikat ekonomike, problematikat ambientale dhe tentohet të krijohet një lloj zinxhiri koheziv i bashkëpunimit, i identifikimit, edhe i trajtimit të mirëfillt të çështjeve, qoftë nganjëherë me ndihmë financiare, qoftë nganjëherë me ndihmë mjekësore, qoftë nganjëherë me ndihmë psikologjike, sociologjike, qoftë me ndihmë tjetër të arsimimit në farë forme dhe të moduleve të tjera të avancimit dhe të edukimit dhe kështu të ecet realisht më sigurt. Dhe ekzistojnë teknika të mësuarit të durimit, tolerancës, si aftësi psikologjike? Pa tjetër që po, pa dyshim që po. Ne edhe në fillim përmendëm disa për shembull. Ja për shembull konkretisht, nëse ne mësojmë ta bëjmë rregull, po flet tjetri, dëgjoje. Ndale veten, okay, do e kesh idenë, po do e flasësh idenë, a sheh? Okay. Ose kur tham pak më herët, okay, po të pije diçka ose po të ha diçka, po hajtë të shohim ç'është është me prit. Nëse po na ha çokolada, hajtë të shohim ç'është është me prit me dashjen tonë, me qëllimin tonë, me pajtueshmërinë tonë, po pres 5 minuta, po më ha shumë, po pres 5 minuta. Po më pijet shumë, hajde po pres 5 minuta në farë forme. Përveç kësaj në farë forme, pra emërtimi i emocioneve tona, çfarë është zemërim për mua, ku po ndjej çat zemërim, çfarë ide dhe çfarë ndodhim ka shkaktuar çat zemërim, çfarë do të thonë ajo për mua, për trupin tem, që do të thonë ajo për qenien tem psikologjike, që do të thonë ajo për relacionet e mia me të tjerët, çka do të thonë ajo për kontekstin e drejtësisë dhe të padrejtësisë që unë gjykoj, që do të thonë ajo për kontekstin e mirënjohjes dhe pamirënjohjes, që do të thonë ajo për kontekstin e barazisë dhe barazisë. Kemi qindra koncepte sociale, psikologjike dhe të shoqërisë që ne do të më dhonë një kuptim të vetëdijshëm dhe thellë. Dhe nëse personi individi ka një kuptim të vetëdijshëm dhe thellë dhe din me kriju relacionin mes këtyre koncepteve dhe vetës, me kuptu qartë ku po rëndojnë ato, ku ka diçka që do të zgjidhet, qysh me i trajtu, padyshim që i zhvillu durimi, i zhvillu mirëkuptimi, i zhvillu toleranca, po i zhvillu nganjëherë edhe ajo falla ndjenja për sakrificë, po i zhvillu nganjëherë edhe ndjenja për me duru dhe me mbajt dhimbjen, hatri i shoqërisë në farë forme ose hatri i të mirës përgjithshme. Më kujtohet një fallaj citati, një autori thotë, nëse ne, secili prej neve, nuk kishim me heq dorë nga një herë, edhe prej disa të drejta tona, kur po themi drejtë është e drejta jona, po nëse ne nga një herë nuk heqim dorë, edhe nga disa të drejta tona, për hir të kohezionit përgjithshëm, kjo botë kish më shndrru në kaos. Dhe ne dysi sikur po shkojmë çdo herë më shumë nga kjo tendenca, jo, është e drejta ime dhe do e bëj, është e drejta ime dhe do e bëj. Pra, nuk funksionon gjithçka vetëm në drejtësi. Pra, ideja është për tolerancë. Ideja është për tolerancë. Heqën dorë. Ideja është për me kuptu që ne nuk jemi me qëllimin e vetëm individual, të shijojmë gjithçka nga pasionet e kësaj bote, e kësaj jete. Por ne jemi strukturë, ne jemi mekanizëm, dhe kur jemi strukturë dhe mekanizëm, nganjëherë pesha e mekanizmit do bjerë mbi supet tona, që mund të duket pa drejt, por ne do të durojmë për hir të mekanizmit, e nganjëherë disa pesha tona do binë mbi mekanizmin që edhe mekanizmi do të durojë për hir tonin. Pra e kupton, janë bashkëveprime, pra sikur mjetet motorike të një makine, pra ai fallën ndrushi specifik ose me njaqi dhe motori, pra nganjëherë mund të hedhin këtë presionin më shumë të njëri tjetrit për shkak të mos funksionimit mirëfillt, ama makina duhet me ecë. Ose ajo nëse ka me fillu me pas inate, individuale mes pjesëve, komunal, dhe ka me prish vizionin e përgjithshëm. Unë shpesh e them me klientët e mi kur bëj trajtime, qoftë në çift, qoftë familjare, qoftë individuale, mos harroni për disa teka edhe kurthe momentale emocionale, mos humbni qëllimet e mëdha. Mos e humbni që të fallë lëvizjen e madhe të makinës, pra makina do të më ecë, edhe shoqëria është makina e madhe që do të më ecë. Edhe jo me fillu me ushty pjesë mes njëna tjetrës. Jo te e bane, jo te se bane, jo tash kjo rrota prekin gurë, kjo tjetra s'prekin gurë. Jo, makina do të me ecë. Sepse çdo çështje tjetër ka me dëmtu vetë misionin e makinës. Pra, kupton, nasha po flas pak me simbolika, po tentoj me konkretizu dhe me thjeshtësu më shumë çështje. Po pra, për audiencën. Dhe problem tjetër është çështja e të kërkuarit ndihmë nga individët të cilët po përballen me sfidat në jetë, po përballen me vështirësitë për ta marrë veten, për të kaluar në këtë pikpamje qysh edhe e sqaruat. Si i këshilloni dhe çka u sugjeroni që të marrin hapin e të kërkuarit ndihmë që besoj që është
është rrënjësor për ta? Padyshim që po. Ne fillimisht do të jemi të vetëdijshëm për konstruktet dhe natyrën njerëzore. Konstrukta dhe natyra njerëzore ka virtytet e saj, po ka dhe veçet e saj, ka pikat e forta të personalitetit, po ka edhe dobësit, sepse jemi konstrukt me instinkte, jemi konstrukt me nevoja, jemi konstrukt që kemi limitet tona të fuqive një farforme, jo gjithçka varet prej neve, dhe kur gjë nuk është e tërpshme, dhe kur gjë nuk është një farforme frustruese, nëse ne pajtojmë që jo në secilin moment, jo në secilin fazë tjetës mund të jemi që shkëlqejmë në secilin çështje personale. Prandaj, kërkimi i ndihmës është një vedije shumë e rëndësishme, bazike e pranimit të vetës si qenje sociale, si qenje që kemi nevojë gjithmonë për ndihmën, si qenje që kemi nevojë gjithmonë për mbështetjen, dhe e shef pra bijem në atë fallaj themelin e qenjit modest të thjesht, pra jo kokë-lartë, jo mendje mëdhenj një farforme, jo të friksuar nga që kjo egoja si po e lëshoj në vetën time në një pozicion, pra trajtimi profesional, psikoterapeutik, mbështetja sociale. Ndoshta jo çdo herë është ky problem, është problemi një shoqërie paragjykuese. Po normal, pikërisht, pra, që ne krijojmë këto stigmat, ne krijojmë këto paragjykimet, ne krijojmë pra realisht i stigmatizon këta individ. Tani, unë mendoj që kemi lëvizje shumë produktive në këta fallaj aspektën, dhe po bëhet gati 10 vite që punoj si psikoterapeut një farforme, edhe unë konsideroj që kam një fluks kogja të lartë të qytetarëve që vinë dhe kërkojnë mbështetjen profesionale. Po thyen barierat. Patjetër që po, dhe e bukra sidomos që e vrej që po thehet në koncept, pra në themel barriera është që shumica prej klientëve nuk hezitojnë të hapin telefonin e tyre. Nëse unë thanë po mund ta hapësh telefonin gjatë seancës psikoterapeutike, nuk hezitojnë me hap telefonin dhe me tregu që po jam te psikologu, do të dal për pak dhe takohemi. Kjo tregon një lëvizje pozitive dhe mendoj që këtu ndoshta sidomos periudha e pandemisë dhe transmetimet e shpeshta të rolit të psikologut në atë kohë kur ka qenë ankthi kolektiv në krejt botën, ka vedisu dhe ka kriju një falloj qasje globale, jo më shumë të etnive se të populatave të ndryshme. Globalisht tani njihet ajo falloj pjesa e psikoterapisë, roli i psikologut, roli i ndihmës, dhe konsideroj që kemi lëvizje kogja të madhe në këtë falloj drejtimi dhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Pra, të hapur përballë personave të cilat kanë këto vështirësi. Padyshim që po. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne dhe audiencën tonë për trajtuar këtë temë shumë të rëndësishme. Ishte kënaqësia imja dhe mbes bashkëpunues për çfarë do teme tjetër që mund të keni. Faleminderit shumë. Dashur miq, kjo ishte tema sot me këtu te këndi diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.